Sihr ka me folë, mirë po, nuk ka problem sihri sa punat e ata njerëzit, se si e mbrojnë vetën. Kjo ka ndodhë rejat, i ka 10 vita, më shumë e kam dëgju një hoz duke sqaru, duke spjegu, thot, dikush ka shku e ka kërku vajzën e filanit në rejat, në kryeqytetin Arabi Saudite. Mirë po ki djali ka qenë jo i rregullt në namaz. Bile hiç so fal. E në ata vende shifën këta punë. Por shembull para 50 viteve, 40 viteve të ne për me alip çikën dikujt merret kanë vetë, e ke kriju ushtrin. Pse se ushtria u kon shtill për me të pa ai tamam si tamam. Se ai që ka kriju ushtrin, do të thonë i fortë, i zgjuar, di gjuë, di me hece, di marr, di me shku. Ai që se ka kriju ushtrin, panki pas ka dini smundje, dini problem. Po, kështu e kanë lidh punën. Edhe ki djali i ka hetu që si apin atë vajzën, çka me voja ka nisë mu falë. Edhe i ka dalë disi ati babgjishit, babas asaj vajzës, këtë disi mi të regu që unë falë. 40 dita, 2-3 muaj shtu. Deri se u ka mbush menja aty që kjo djali mirë. Edhe ka dhanë vajzën. Pasi që janë martu ata, kjo nusja i thot, ade, pa e falë mi sabajnë. Thot, qka? Po thot, sabajnë, që du të me falë thiri e zanë. Jo, ba thot, unë s'falëm, si ve s'falëm të. Thot, ne dina kretë që falësht në gjamit, kina pa. Jo, thot, unë atë e kam bove sa mi amush menën prindet tant me të dhanë, për mu se nuk falëm. Po si ve nuk falëm, jo që nuk falëm, por namazin nuk vësë është zanë, është proba menturi. O muhabeti, paranimi vetëve të tash, ne e gira njës mu marë me aeroplana, me trena, me miga, me kalasha, me qka s'kina, ti namaz po më qënë mu falë. Jo, mirë thot, thot, lene që s'falna, mirë po e mohoj që namaz janë obligim, dhe namazi ka qenë obligim në kohën e pejgamberit dhe pastaj, ama tash nuk është obligim. E këtu është kufër. Mes me e falë namazin, ka muhabet, ka djetar, a del prej feja, s'del prej feja, a në kufër, mos besim, a anshta nuk është. Mirë po me mohu namazin, me thonë që namazin nuk është gjanë. Kretë djetarët janë një mendimi që njëri ka dalë për fejë, nuk ka lidhe me fejnë tonë. Bile aj nuk varoset edhe në varezat e muslimanëve aj që e mohon namazin, që namazi është obligim. Dhe mirë, kjo vajza ka qenë e menë që nuk ka dash me bon problem tash, me thonë vallon po du me shku të babaja me ty s'falesh. Ka bon sabër një javë, se i ka ardhë rejni me shku të shpije babës vetë, kur shkon atje të regon babës vetë se kështu është puna. Dhe me thonë ai filani, bashorti për të cilën ju më keni dhanë, ai e ka lujtat rolin e muslimanit mirë, sinqert dhe të denjë, mirë po nuk qëndron ajo, se ai na ka rrejt neve. E qka me bo? Do të valloj, me të ndalë, mos me leju me shkutaj. Mirë po ai domaćini nesër një të dera. Ku marrë me marrë nusën, ka thonë, çfarë nuse? Po që vajzën, ka thonë, vajzëja ime nuk o gruejote, ma pse? Po thot ti, erdhem, ma bushe menën që i musliman, djale falësh, ama ti të kundërtë. Unë, u ka kri kjo punë. Do thonë se mundesh me bon gabim, se li prej nesh gabon, edhe gruaja gabon, edhe buri gabon, edhe të gjithë gabimtarët më të mirë janë ata që pendohen. Ama kjo është gabim shumë i madh që ase si nuk falet. Çka ka bon ki djali? është mundu me sihr, me magji me e këthijat nusën e vetë. Edhe ka shku të do magjistar rriatën Saudije, ato i kanë thonë, valloj nuk mund me depërtu. Po i dërgojmë ata xhinët shejtant, ama nuk mundet. Çka me ba? Ka shku në Maroko. Pare kanë ata Saudian, kanë pare, zoti ju ka thonë, ka shku në Maroko. Nuk ka shku në Maroko, ka shku të ai magjistari më i madh Maroko. Edhe i ka thonë, nëse ka mundësi me makthijat vajzën e filanit se ishtë gruaja ime, mirë po për këtë shkak. A i ka thonë, ta provoj. Magjistari më i madh, që kur ne e njohë me këtë David Copperfield, për shembull. Helikoptere.
ka u. Po valla, ti e shef, thotë e shef këtë urën. Po ti e shef, nuk e shef ma. Po ne ma, interesante, ti tash, ata në bashkëpunim me xhinët, me shejtan të bëjnë këtë, si pas fejs tanë. Edhe pse këto magjistarë dhe njëherë bëjnë ato trikat, ato lojet e veta, normale, mirë po janë disa punë, që nuk i bëjnë me trika, me të vërtet i bëjnë me ndihmën e shejtanëve dhe xhinëve. Thot, duhet një ditë, dy ditë një javë ta shoh hunën, pastaj e thirr prapë dhe thot nuk mundet, pse thot në atë shtëpi. Lene se në atë shtëpi nuk mundet me depërtu xhini dhe shejtani, por edhe 40 familje rreth e për qark shtëpisë, asaj vajzës nuk mundet, pse ata thot që 40 vjet për ditë e kanë lexuar Suratul Baqara, për ditë. 40 vjet me rend. Në atë shtëpi është lexuar Suratul Baqara. Pejgamberi alayhis salam thot, në secilën shtëpi që lexohet Suratul Baqara, Allahu xhaleshanu atë shtëpi e mbron nga xhenët dhe shejtan. E tash ne vallaj ti si kur bi me flet më lëviz diçka, po të lëviz diçka se ti kur kira mu flet tu shajt kira. 100.000 dollaveri ke bon plan për nesër. Ato shejtan të knaqën. Shejtan që ati ki, një në rjastik, një për mjastik, një në sharap, një për një sharap, se që ato me ti rrivet. Nëse planifikon me i bon mirë dikujt, nëse si ki hi nër hak dikujt, nëse si ki bon patreci dikujt, vallaj shejtani s'ka që ka kërkan. Bile shejtani nëse e lexon Suratul Baqara, kul huwallahu ahad, kul a'udhu bi rabbil falaq, kul a'udhu bi rabbin nas, atër shejtani thot nuk kam unë gjumë në këtë shtëpi, edhe nuk kam ushtim në këtë shtëpi. Mirë po, nëse ti hajën e ban pa bismillah, respekt ndaj Allahut, jo, respekt ndaj bashkëshortës, jo, respekt ndaj fëmijëve, jo, ma asgjë fetare nuk mirësh, atër shejtani thot sa unë këtu e kam të garantuam supën e gullashin e kemakçinin, orizin e tonë, çajin e kafe, macchiato espresso, këtë i ka të garantuam. Se ti ja mundson ati, ai më knaq shtëpinë tonë. Inshallah Allah na uzon, edhe të gjithëve së bashku në xhennet. Faleminderit.